Salam aleikum, më kanë rëndu shumë të ju më poshtru me fjalë e gjeste pa të drejtë. Edhe sabrit i ka ardhë fundi. Aleikum salam. Merë një këshill ti edhe çdo kush tjetër, kur nuk duhet me mendu se sabrit i vjen fundi. Gjithmonë duni me pas në mendje se sabri kur nuk është i damshëm. Por nuk nënkupton kjo që ka herë mos me marrë vendime të caktuara. Po me akuzu se sabri sa i mirë jo, nuk mund me akuzu kur. Por nuk dhe më thonë që në herë mos me marrë vendime të caktuara, të prera, edhe ndoshta pse jo dhe të hidhura për çaste të caktume. Mirë, kthehemi tash te pyetja jote. Më kanë rëndu, kush të ka rëndu? Njerëz më të largët, më të afërt. Nëse janë më të largët, largo prej tyne. Nëse janë më të afërt, edhe njerëz që të duan edhe i don parimisht, por ka një situatë këshyre pse ka ardhur deri te kjo. Gjeje zanafillën e problemit. Nëse shet që për me ke ti probleme edhe ata të kanë rënë, mundohu me përmirësu vetveten. Nëse shet që s'ke probleme, atëherë këshyre dy gjana. E para, sillu me ta që ashtu Zoti që ka kërkuar, jo me epshet e tua, me inatin tënë. Kthejo në çat formë që Allahu e ka leju. Mrana halalit, mrana të lejuarës. Jo të jau këthy tash ti me bën e gabim që Allah me dënu ty. Ata të kanë bën i pa drejt ti mja bë dy atyne. Sa është ndaluar. Pra konform rregullave të Zotit. Kthejo. E dyta, pra njerë me rregullat të Zotit. E dyta, a ke fuqi që ti nëse jau kthen atyne, për një me dalë ti faqebardh, apo ata të kthejnë pasaj 3 fish, edhe ti akoma ma keq bëhë për ty. Nëse ti fetarisht e ketë lejume, mja u kthy atyne, mja marrë hakin tanë. Po, ose si me thonë, mundësijat e tua, mirë, me fe po të lejot, po mundësijat a i kje, nuk i ke mundësijat, atër banë sabër. Sepse ti veç banë kje në qëmën vetën ma shumë. Po nëse i ke mundësijat me u kthy, atër mësë ja u kthe ma shumë se sa që ka duhet, vetë qatë sa ka leju feja. Gjithmonë po flasë, nëse për në me vërtetot që ti ke të drejt, edhe të lejot me shëriat ti me u kthy hakin. Prandaj, nuk po du me të thonë ty, kthejo, mirë ja ke bon, se unë nuk e di ku në problemi, çfarë problemi ki. Por, në gjitha situatën, na duhet me kështu mas pari vetën, për një me mësë jemi të gabu në i sen. Edhe me përmirësu vetën. Nëse shofim që si jemi të gabu, jemi vërtetu, jemi bind, atër është mirë me uqu aty në njerëzve të dikan, që me i këshilu ata mëse njerin e dëmtut njerin, po i bani dëm, e shkatrut njerin, ja keni pru shpirtin me dal. Nëse s'marin vesh, atër ose të rejqë prej tyne, ose ktheja u që shtaleja në islami, pa e të prua ma, kur dënë mja këthy, ma të vetën amunësh. Se bënë ma ki nuk mund, hena dhe jetë në ta. Pra, ti kesh parasysh, mos bën, mos